Mesazhi i fundit i Kaderit ngjall dyshime dhe komente të shumta në rrjet. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Kader Kicaj, vijon të jetë një nga emrat më të komentuar dhe më të ndjekur në rrjetet sociale edhe pas daljes nga shtëpia më e famshme. Çdo lëvizje e saj duket se merr vëmendje të veçantë nga publiku, sidomos kur bëhet fjalë për postime që shpesh lën hapësirë për interpretime. Së fundmi, Kaderi ka shpërndar një imazh përballë pasqyrës, të shoqëruar me mbishkrimin intrigues. Ekran i pastër, fillim i ri. Ky mesazh i shkurtër, por domethënës, ka ngjallur menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit e saj, të cilët po përpiqen të kuptojnë çfarë fshihet pas këtyre fjalëve. Një pjesë e komentuesve mendojnë se bëhet fjalë për një vendim të rëndësishëm në jetën e saj profesionale, ndoshta një projekt të ri televiziv apo një angazhim në muzikë, duke qenë se Kaderi është përfolur prej kohësh edhe për ambicjet në këtë fushë. Të tjerë, megjithatë, besojnë se mesazhi i saj lidhet me jetën personale dhe një kapitull të ri që mund të ketë hapur së fundmi. Ndoshta një lidhje, ndarje apo ndryshim rrënjësor në stilin e jetesës. Vetë Kaderi nuk ka dhënë asnjë reagim të drejtpërdrejtë mbi këto spekulime, duke i lënë fansat në pritje dhe në dyshime. Ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale, por shpesh zgjedh të komunikojë me publikun përmes mesazheve simbolike dhe të paqarta, gjë që e bën edhe më intriguese në sytë e ndjekësve. Ndërkohë, postimi i saj ka marrë me qindra pëlqime dhe komente brenda pak orësh, duke konfirmuar edhe një herë se Kader Kicaj mbetet një figurë që di të mbajë publikun të lidhur pas saj, pavarësisht nëse bëhet fjalë për projekte profesionale apo për jetën private. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.